Një ngjarje të stisur nga ish bashkëtuesja e tij e ka cilësuar në një deklaratë për median abuzimin e 5 vjeçares së mitur nga gjyshi i saj, babai i vajzës Ageliano Gjata. Imat akuzohet për vepër të turpshme. Është një shok shumë i rëndë, sepse unë të gjitha mund t'i prisja, por te kjo nuk e mendoja kurrë. Aq më tepër për këtë rast, sepse mos të them për deklarat, do më thënë që të mbrojt Imat, po mjafton të pyesni këtë donin në fshatin, do më thënë se si e kam mbajtur Imat vajzën time, që unë ja kam lënë në kujdestari, sepse vajzën unë e kam marrë prej 6 muajshe, që e jema e braktisi. Ka prej 2 vite gjysmë që kur unë çoj vajzën në kopësh, lidhjen më të madhe vajza ime e ka me Imat, se sa me nënën time. Edhe mua e di që jam babai, por afrimitetin që ajo ka me atë nuk ka shans që ta ketë as me mua dhe as me një njeri tjetër. Nëna e vajzës 2 ditë më parë ka dashur ta takojë në Fier, tregon ai dhe e ka pyetur vajzën nëse e ngacmon gjyshi, dhe ajo ka thënë po.